njerëzit më të afërt me Ibrahimin, njerëzit më parësor për Ibrahimin a.s. Lelladhina taba'u, janë ata të cilët e ndoqën apo e pasuan atë. Pra ecën në rrugën e tij besimtarët të cilët e pasuan dhe e ndoqën atë, ecën në fen e pastër, në fen islame, në fen el hanifia, që është feja monoteiste, e cila është larg madhërimit të gjithçka tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Kjo fe e cila në qendër ka madhërimin e krijuesit, të furnizuesit ton, të rregulluesit të gjithçkaje, të rregulluesit dhe mbajtësit, shpikësit, krijuesit të gjithësisë. Pra jo vetëm pasuesit e Ibrahimit alayhis salam janë më parësor, janë më të afërt me të alayhi salatu wassalam, por dhe ky profet, duke i drejtuar Muhamedit sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dhe dietarët thonë që kur në të shprehurit vjen shprehja me anë të përemrit tregues apo dëftues, kjo është më domethënëse në përcjelljen e mesazhit se sa me përmendjen e vetë emrit. Pra Allahu Azza wa Jalla nuk ka thënë se më të afërt me Ibrahimin alayhis salam janë ata që e pasuan te profeti Muhammed, por ka thënë dhe ky profet, ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke treguar pozitën e tij të lartë, pozitën e nderuar, pozitën e madhe që gëzon ky profet alayhi salatu wassalam, i cili është vula e profetit.